Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala thumma ma ba'd. Të ndëruar vëllezër besimtar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për shkak se jemi në prag të Kurban Bajramit dhe prag të një ibadeti të veçantë të dashur vëllezër, i cili kryhet për një pjesë të besimtarëve, por kryhet një herë në vetë, ajo është thërrja e kurbanit. Kemi vendosur që këtë ligjërat t'ia kushtojmë dispozitave e rregullave kryesore të thërrjes kurbanit, duke filluar nga definicioni, ligjshmëria, dispozita, koha, disa kritere që duhet t'i plotësojë kurbani, llojet e kafshëve të cilat lejohet ose prehet për tyre se thërret kurbani, koha e thërrjes, mënyra e shpërndarjes së mishit të kurbanit, si dhe disa rregulla që kanë bëjnë me personin i cili thërr kurban. Këto janë ndoshta pikat kryesore, edhe pse nuk kemi shumë kohë deri në xhamë, po do të mundohemi që shkurtimisht ta bëjmë një rikujtim të shpejtë të këtyre rregullave tash kur jemi në prag të këtij ibadeti të madh. Kurbani në arabisht do të quhet si al-udhiya, pra kurban, rrjedhë realisht për fjalës dhahi është një farë lloj sakrifice. Po edhe në gjuhën tonë kurban do të thonë kur dikush bën kurban ose bëhet vetë kurban për diçka e kështu me radhë. Pra është sakrificë gjuhësisht. Kurse në aspektin terminologjik, kurbani do të thotë thërrja e disa kafshëve me emrin e Allahut subhanahu wa taala në një kohë të caktuar për hir të Zotit. Kafshët të cilat thërren për kurban janë 4 llojesh, pra duhet të jetë njëra prej këtyre 4 kafshëve, po do të përmendemi pak më vonë. Argumenta shumë të legjitimitetit të këtij ibadeti kemi nga Kurani, po ashtu edhe nga profeti alayhi salatu wasalam. Prej Kurani kemi një surën Kauthar që besoj din të gjithë besimtarët, madje edhe ata që janë të vëdër nga se shpej surët shkurtra në Kur'an, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbike wanhar. Falu për Zotin, wanhar është dhe thërrë prej ose thërr kurban. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajeti të tërë thuaj, namazi im, sakrifica, pra kurbani, jeta dhe vdekja janë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse kemi edhe hadithe të shëllëzër nga profeti asëm që është transmetuar, i cili ka thërrë 2 kurbana, të mëdhej, të bukur, i ka përzgjedhë dhe i ka thërrë me dorën e vet, njërin për vetë dhe familjen e tij, kurse tjetrin për umetin e tij. Gjithashtu transmetohet, thotë një prej sahabive, se profeti alayhi salatu wasalam 10 vitet qëndrimit të tij në Medinë, çdo herë ka prej kurban. Pra pas hijrit ka qëndruar në Medinë deri në vdekje 10 vite. Çdo herë thotë profeti alayhi salatu wasalam ka prej kurban. Këto kanë argumentet të legjitimitetit të thërrjes së kurbanit.
dispozita, dhe kjo është të shozë pika në radhë, cila është dispozita e therrjes së kurbanit. Dispozita kemi për qëllim është në njërin prej 5 dispozitat e fesë tonë. Është farz, është vajib, është sunet, është e pëlqyer, e ndaluar, e urrejtur kështu me radhë. Janë 2 dashur vëllezër mendimet të dietarëve në lidhje me dispozitën e therrjes së kurbanit. Mendimi i parë, cilin e përfaqëson mëdhhebi Hanefi dhe një prej mendimeve të mëdhhebit Hambeli, thonë se therrja e kurbanit është vajib, është obligative. Kush i ka mundësitë. Për mëdhhebin Hanefi, kush i ka rënë e ka për obligim me prej kurban. Mendimi i dytë të dashur vëllezër, cilin e përfaqëson xhumhuri, pra shumica e dietarëve, mëdhhebi Maliki, Shafi'i dhe mendimi tjetër i mëdhhebit Hambeli, thonë që është sunnet i fortë. Sunnetun muakkada. Është sunet i fortë. Të dy palët i kanë argumentet e veta. Mendimi i parë, kryesisht ose argumenti më i qartë që ata mbështesin ato është ajeti kuranor, "Fasalli li rabbika wanhar", falu për Zotin dhe prej kurban. Dhe mendime tjera që profeti sallallahu alajhi wasallam se ka lënë ose hadithe që profeti sallallahu nuk e ka lënë asnjëherë therrjen e kurbanit, kurse mendimi i dytë, cilët thonë se është sunet muakkade, domethënë sunet muakkade, për argumenteve më të fuqishme të këta dietar është se profeti alayhis salam e ka therrë njërin kurban për veten dhe familjen e tij, kurse tjetrin ka thonë për ummetin tim të cilët nuk kanë therrë kurban. Pra, sikur ka paralajmëruar që në mesin e ummetit ka persona ose ka besimtarë të cilët nuk prejnë kurban. E me pas qenë vajib, ose pas ti mendimi, profeti sallallahu alajhi wasallam nuk u kishte heqë vrejtin. Kjo është vëllezër lidhje me dispozitën, wallahu a'lam. Por ndoshta më pëlqyer ose më saktë, nëse po zëm ta them ashtu, është më i saktë është mendimi i shumicës së dietarëve, që thonë se është sunet i fortë, mirë po, që është dietarët ai cili ka mundësi dhe nuk prejn kurban, sigurisht se ai nuk ka bo mirë. Dhe kalon një hajër të madh dhe një traditë të profetit sallallahu, po dhe një sevap të madh ai cili ka ranet dhe nuk e prejn kurbanin. Kjo ke pika lidhje me dispozitën. Koha e therrjes së kurbanit të nderuar vëllezër, therrja e kurbanit i ka 4 ditë. Fillon me faljen ose pas faljes së Bajramit, fillon therrja, pra është koha kur lejohet më therrë kurbanit dhe vazhdon deri në perëndim të ditës së 4 të Bajramit. Fillon me faljen e namazit të Bajramit dhe përfundon me perëndimin e diellit të ditës së 4 të Bajramit. Andaj, nëse dikush eventualisht thot hajtë se përje gojle për prej natën e Bajramit, thani që me konë ma i lirë për Bajram, me ndonë me hongër në e baklava dhe shka, këtina i thënë atë baft mirë, po stërma, nëse ka prej ljop, nëse ka prej në i dash, baft mirë edhe ajo mirë që ke prej, por nuk në gjejet kurban. Pra, aj që e falë, e therë, realisht, para se mu falë në Bajrami, nuk i numrohet si kurban.
Po ashtu, therrja pas perëndimit të diellit të ditës së 4, gjithashtu nuk është kurban, eventualisht ka thënë disa dietarë me pas ndonjë arsye të fuqishme, dikuna për shembull, kam përmend si shembull për me sqaru meselen, për shembull nëse dikuna ka ndodhur i ka ike kurbani. Edhe i ka hup, e ka gjetë nashta në ditën e 5 Bajramit. Si shembull e ka përmend dietarët, pra ka disa raste specifike që dikush ndoshta për arsye të justifikueshme s'ka mujt me therr në kohë të duhur dhe therr mas ditës së 4, por mas perëndimit të diellit ditës së 4, inshallah taala, nëse ka këto arsye, atëherë i llogaritet. Përndryshe, koha cilën kurbani lejohet dhe njihet vetë si kurban është prej falës së namazit të sabahut deri në perëndimin e diellit të ditës së 4. Këto është një meselë të shëllëzër që ka të bëjë me lirimin nëse kemë drejt të thejmë ashtu, disa gjëra që nuk është mirë ose është e pëlqyer që besimtari që therr kurban të ketë kujdes derisa të therr kurbanin, inshallah taala i përmendëm në çështjen ose në meselën e radhës. Pika e radhës të shëllëzër është kushtet e kurbanit, pra që kurbani të jetë i vlefshëm dhe të jetë i pranuar për mu therr, që i plotson kriteret, kurse a pranohet te Zoti, kjo është tjetër çështje. Por kriteret që një kurban me qene me plotsu kushtet e therrës së tij për kurban, janë disa. Para me qenë prej 4 llojeve të kafshëve. Deve, lopë bollica, dele me familjen e tyre dhe dhi. Këto 4 lloje të kafshëve lejohen mu therr për kurban. Kjo është kushti i parë, ose kriteri i parë me qenë mrena familjes së njërit prej këtyre ose prej këtyre kafshëve. Deve, lop ose bollic, dele, dhi. Pra nuk lejohet që me prej quran, as pull, e kështu me radhë. Kushti i dytë është që me plotësu një moshë të caktuar. Një moshë të caktuar, devet duhet me qenë minimumi 5 vjeçare. Devja për me pas drejtën mu prej për kurban. Familja lopëve dhe të bollicave duhet me pas minimumi 2 vjetë. Po dikush ka qef me naj veç taze, 6 muaj, 9 muaj ata janë të mirë me homër, po për kurban s'ban. Pra lopë, bollicat, kjo kategori duhet minimumi me pas 2 vjetë. 2 e përpi, dhe 20, a 25. Sot do një pralena s'peshtinave, sa me vjetër është, ma problem është muzikë. Po nërë 2 nuk bën me kam. Të delet është 6 muaj. 6 muaj minimumi, pra ne kenë 6 muaj të përpijet. Kurse të 10 është 2 vetë. Ose nështë ta kemi me thonë 10 një herë, se një vetë ta një meron 6 muaj të ke delet, pra familja tyre. Kjo është kriteri i dytë. Lloji, mosha, pra është në rëndësi, dikush dietarët në fik, libat fikut, i kanë të hollu këgja shumë, qysh me ditë sa vjet i ka, ose me vetë ato që sheta i buvaki,
Në kohë ka bullxhi, thot po mëre qyshja I ka. Në kohë ka bullxhi. Mirë po ata që kanë përvojë e din, disa dietarë ka përmend edhe në librat e fikut edhe në bazë të dhëmbëve, nëse ka që ka zdëm, që ka kështu me radhë, ajo është mesele pak më me thellë. Kushti I radhës është vëllazër, është që me qenë e shëndosh, ose me qenë I shëndosh në gjuhën tonë, pra kurbani, me qenë I shëndosh, dhe kryesisht janë katër kritere ky kriter, ose nën kritere, më mirë me thonë që duhet me plotësu. Mos me qenë kurbani I verbër, qërë, pa njeri mëse pa dy sytë. Mos me qenë tapall, mos me qenë e lodhur qatë shumë që se dhja mund rinë komë. Kur shkën me këshira e qëndi qyshë, që e ma në komë ja 5 minutë. Po, jenë do të latë I ka lëkurën kapën për eshna. Mos me qenë e verbër, mos me qenë tapall, mos me qenë e lodhur. Shumë që ka vrejët, a shqeqare si të shemë e syje din që atëve që eshat I ka. Dhe mos me qenë e sëmur, mos me pas ndonjë sëmundje tjetër, po dita shka me thonë nejtë, temperaturë në orta diçka. Po mos me qenë e sëmur. Këto janë kriteret në cilat nuk bën me ra. Kurbani sa më I mirë, sa më I shumë, është sigurisht se është ma se vogël. Edhe ai që shet ka ma shumë qef. Si jetë jenë pak ma shtrejt, po me gjithat, Profeti sallallahu alaihi wasallam I ka zgjedhë 2 desh të mëdhej, të bardhë, me thani balosh të zezë, janë përshkru ka gjatë qysh është mirë me konë, por këto janë kritere që në to nuk bën me ra. Andaj, kush I ka ranet është në lëzër, kush I ka ranet, bën me zedh kurbanin pak ma I mirë me qenë. Kush I ka ranet, me zedh. Dhe kush nuk I ka ranet, I ka sa me prej kurbanin, atëherë është në rregull, inshallahu ta'ala. Të 2 llojet e kurbanit, të lloji I parë dhe lloji I dytë, pra të kafshët e trasha, të devet dhe të lopët. Dhe lopët janë në familjen e tyre pra dhe bodhicat, lejohet që me qenë pjesëmarrës në një kafsh, po në një kurban, 7 persona. 7 persona kanë për qëllim 7 veta që therin kurban. E se cili person mundet me qenë me familjen e tij. Ose me thonë ta 7 familje, nështë pak ma, ose 7 shtëpitash, pe kuptëni. Për shembull, shtëpia e filonit, familja e filonit, ai kryefamiljari e ka gruan, I ka fëmijët, I ka edhe 5, 6, 10 antar familje që janë me në një shtëpi, e kanë një kulet. Ushqejen bashkarisht. Kretë që atyre ju numërohet veç një kurban me prej, edhe nëse janë 20 vjet, që s'ka ma si familje, hajde inshallah, po fjala po bjen, nëse ka, jetojnë bashk në një kulum dhe hajnë bashk, se një kulum mundet me konë kat-kat, mirë po, ushqejen po e kanë një kulet, një magje kështu me radhë. Fitimin e këti kanë bashkarisht edhe ushqejen bashkarisht, këtyne ju qështu e këpështëdim një kurban, s'ka nevojt ashtë se cili me prej ato ka një kurban. E që ta munën 7 vetë me marë pjesë, një kurban të madhë deve, ose dele, lëpë dhe bodhica. Kurse të kafshat e vogla, të dele dhe të dhitë, për se cilin familje, është nga një, pra nuk ka mundësi me marë pjesë më tepër më fut në kurban se sa një familje. Në ato të trashat,
A bën me prej një për shembull me prej veç vetëm? Bën, se te ka xhepin e trash bën. Një lobë veç për veti, për shtëpi vet. Rregull është. 7 është maksimumi, po nuk është kusht. Bën edhe 6, bën edhe 5, bën edhe 4, bën edhe 3, po 7, 8 nuk bën me qenë. Edhe një bën. I ka senet mirë, po dën me prej një kurban komplet, në rregull jena. Pra është e lejuar. Cila është më e mirë, më e lëvdueshme, kanë folë dietarët e kanë dhënë dy mendime, dikush kanë thonë është devja. E ka një argument, koha të fuqishëm, pse kanë thonë devja. Ka thonë për të thënë kush vjen xhumo herët. Kush vjen xhumo herët. E ka shpërblimi sikurse me prej një deve. Kush vjen pak më vonë, e ka shpërblimi sikurse me prej një lum. Kush vjen pak më vonë, një dele, kështu me radhë deri ka thonë në fund këtë kush vjen që vinë të thirrë rezoni, e kanë sikurse një nivou në sy me qit. Çashtu është hadithi. Shton sy ashtu vonë, po sikurse me e sakrifiku nivou. Çashtu është hadithi. Pra shpërblimi është llogarinë të hadith prej devës të poshtë, që kanë nxjerrë dietarët se argument që devja ka më e lëvdueshme. Të tjerët kanë thonë është delja, dashi, sepse profeti sallallahu vetë i ka prej desh. Dhe ai nuk e kalon ato që është më mirë, diçka që është më pak e mirë. Si do të qoftë, kjo është mesele tjetër. Për me shpërnda mish në shëndëzër, shpërndarja e mishit është e pëlqyer që të bëhet në tri hise. Një hise për vete, është e pëlqyer, nuk është obligative me hongër për kurbanit, por është e pëlqyer. Një hise për fukara dhe një hise dhërat, këjshis, mikut, jaranit, tedin. Kjo hise e tretë s'ka të bëj me fukara dhe. Nëse ja qënë dikujnë për qef, e ki këjshi, nështë a i ka sanet ma mirë se ti. Po ja qënë për me nderu, që mishin e kurbanit, që në po du më afru të zotit, ty të kom që ato, të shtinë që tise. Pra e ka që të kuptim, për ndryshe, bën edhe me e shpërnda krejt, sigurisht e ka se vo, shumë, bën edhe me hongër krejt, po mos pjo bë zarat, me hongër kadar. Por me bo bërë. Por kjo ndarja në tri pjesë është e pëlqyeshme, por nuk është obligative të dashur në zër. Dhe meselja e fundit, për vetë se në kalon ai cili kur të shen një honën e muajit Dhul-Hijja, kush ka niyet me prej kurban, le të mos i rruj qimet, mos shkurtoj qimet dhe mos të shkurtoj asaj. Bazuar në këtë hadith, disa dietarë kanë thonë që është mirë që qytetarët kurbani në çet periudhë mos më shkurtu as flakt, as mifën, as taj. Sepse kurbani është përgjasim me haxhit. Edhe tash edhe me çto vepra të tjera na i përgjasojna, mundohemi ju ngjo haxhive në çape. Disa kanë thonë që është obligim, bazuar në këtë hadith pikërisht, është vajib, kurse me dhëhebi Hanefi thoi nuk është as e pëlqyer. Por hadithi thonë që është për qëllim në hax, si do qoftë, kush ka mundësi që me e praktiku këtë hadith, le ta praktikoj. Pra mos të shkurtoj flokët, qimet ndryshme, por as thënë deri sa ta therr kurbanin. Nëse therr në ditën e dytë, deri në ditën e dytë. Nëse therr në ditën e tretë, deri në ditën e tretë. Pra kjo lirimi prej këtyre qësoj ndalesës, nëse mund ta quajmë ashtu, kjo është e lidhur me therrjen e kurbanit. Ata të cilët i kanë pagu kurbanat, për shembull në medrese, bashkësisome për medrese, ose për ndonjë shoqat, ose kanë qenë sadak dikon dhe nuk e din tash kur therret kurbani i tij. E ka pagu pas se din. Sakt. Se din sigurisht se nuk e din,
Ky mas falës Bajramit pret një parafërsisht sa mundet më thellë të kurbanin në 1 orë, 2 orë, 3 orë edhe inshallah taala ka thonë dietarët lirohet sepse edhe me prit pak nuk e din se kur therret kurbani ti vallahi. Kurse ai që e ka therr kurbanin vet ose e ka pagu dikon të nej kasap edhe shkon ato është më mirë me shku me po ose me i tregu ose me kërku për ati që kur therret kurbani më s'ta kum lon emanet kallëzën që të lirona prej këtyre të shkurtoj flok të thojt e kështë më radhë. Kjo ndalesë është vetëm për krye familjarin cili e bën jetë kurbani. Pra të tjerët mbrana familjes kanë bojnë ndalesa. Për shembull është babloku ato me një 10 anëtar të familjes. Gruaja, fëmia, reja, djemt, veç ky që ka bën jetë kurbanin, veç që ky ndën lidhet që me këto domon këto rregullat janë vetëm specifike veç për ato që e ka bën jetë kurbanin, jo për anëtar të tjerë të familjes. Kjo është përbuda edhe për gra. Allahu kabul në i bofti ja Rabbel Alamin, gjitha ibadetet edhe kurbanin ata që therrin, si kujtim të dashur vëllezër, kush dën me therr në shtëpi ose vetë është në rregull dhe është sevap sigurisht i madh, por ata që kanë dëshirë që me kontribu dhe kurbani tyre në medrese dhe për fukara me shku, atëherë le t'i dërgojnë sikurse edhe vite tjera në Bashkinë Islame, respektivisht pagesën ju këto ofër që e mund të bëni të mëzini xhamisë sepse i ka blokat e zyrtar të bashkësisë islame. Zoti shpërblet.